Në orët e para të mëngjesit, forcat operacionale zhvilluan një aksion të befasishëm në Bajrat të Dobraqit dhe fushkuqe të Kurbinit, duke arrestuar 2 persona të shpallur në kërkim nga SPAK, Elvin Mërlikën dhe Elket Xhixhën. Mërlika dyshohet për sigurimin e kushteve për vrasjen e Indrit Doklës, sipas porosisë së Ervis Martinajt, ndërsa Xhixha bëri të mundur takimin mes Nureddin Dumanit dhe Martinajt. Të dy u kapën të armatosur me pistoleta dhe armë gjahu, ndërsa policia sekuestroi edhe 2 radio ndërlidhëse, një elek antiplumb dhe municion luftarak. Gjykata e posaçme vendosi arrest me burg për veprat penale në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Hetimet dhe kontrollet për të zbuluar elementet e tjerë të përfshirë në aktivitetet kriminale vijojnë në terren. 3 persona janë arrestuar në Vlorë për rrëmbimin dhe mbajtjen peng të fisnik Xhakës, 39 vjeç nga Kosova, për 2 javë me kërkesë për 70.000 euro. Të arrestuarit janë Julian Zogaj, 25 vjeç, Ores Çorapaj, 18 vjeç dhe Vilson Agaj, 35 vjeç, nga fshatrat e Lumit të Vlorës. Xhaka ishte marrë peng pasi kishte dalë garant për një sasi droge që nuk u pagua. Ai u mbajt në një apartament pajisur me kamera sigurie dhe sistem monitorimi, vetëm 300 metra nga komisariati. Gjatë ndërhyrjes, policia sekuestroi kanabis sativa dhe një radio marrëse dhënëse të ngjashme me ato të policisë. Viktima u lirua dhe u dërgua për trajtim mjekësor, ndërsa 3 të dyshuarit përballen me akuza për rrëmbim, dhunë dhe shfrytëzim kriminal. Ndërkohë, dëshmitë e tyre janë zbardhur. Përkatësisht Julian Zogaj, Ores Çorapaj dhe Vilson Agaj kanë deklaruar se nuk e kanë marrë peng Xhakun për arsye personale, por sepse 39 vjeçari u kishte borxh një shumë prej 70.000 eurosh, e dyshuar si e lidhur me çështje droge. Sipas tyre, ai kishte dalë garant për një dërgesë droge jashtë vendit, por nuk e kishte përmbushur obligimin. Të arrestuarit thonë se e mbajtën Xhakën duke kërkuar pagesën e borxhit. Policia e Vlorës ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave dhe po dokumenton të gjitha provat për këtë rast. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në lagjen Zdrale të Shkodrës, pranë shkollës Shejna Zejuka, ku 3 adoleshentë u plagosën me thik pas një konflikti mes tyre. Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë dëmtime, xhupa të njollosur me gjak, ndërsa të plagosurit u dërguan menjëherë në spital dhe fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën. Policia thotë se ngjarja ndodhi rreth orës 11:10 minuta, ku një i ri u përfshi në konflikt me 2 bashkëmoshatar vëllezër. Përleshjet me armë të ftohta pranë shkollave të vendit po kthehen tashmë në fenomen. Jo më larg se pak ditë më parë ndërroi jetë një 15 vjeçar në Durrës. E jo më larg se pak ditë më parë u dënua bashkëmoshatari Martin Canit, pasi e vrau këtë të fundit pikërisht në shkollë. Policia ka arrestuar një 34 vjeçar të identifikuar me iniciale AG për mashtrim dhe shkelje të masës së sigurisë rreth shtëpie. Ai dyshohet se mashtronte një grua duke u prezantuar si agent imobiliar dhe duke i premtuar një banesë me qira, për të cilën gruaja pagoi para, por nuk mori asnjë shërbim. Gjatë kontrollit në automjetin e tij, policia gjeti armë sportive dhe një palë targa të vjedhura. Ndaj tij rëndojnë akuzat për mashtrim dhe thyerje të masave të sigurisë, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë rastit dhe për personat e tjerë të përfshirë vijojnë. Policia ka sekuestruar 3 arma automatike, qendra fishek dhe krëra në banesën e 45 vjeçarit Dimitër Meci në Gjirokastër, i ndaluar më parë nga autoritetet greke, i dyshuar si vrasës me pagesë. Në bashkëpunim me policinë greke janë arrestuar Meci dhe 3 persona të tjerë, Andrea Brokeri, Fatjon Prendi dhe Petro Theohari, pjesë e një grupi kriminal shqiptar dhe grek që planifikonte vrasje me pagesë. Grupi dyshohet se po përgatitej për atentat ndaj një mafiozi grek në Pirea dhe ishte i lidhur me incidente të tjera kriminale, përfshirë djegjen e një karburanti dhe vjedhjen e një automjeti me targa false. Armët e sekuestruara mbanin mbi shkrime shqip, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të aktivitetit të grupit vijojnë. Autoritetet e Paraguajit kanë dhënë alarmin për aktivitetet e mafias së Ballkanit, një rrjet kriminal që bashkon struktura nga Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Mali i Zi dhe Serbia. Antarët e tij tentuan të kalonin kufirin duke përdorur dokumente false dhe pasaporta të ndryshme, ndërsa një i kërkuar nga Brazili u dëbua drejt atij vendi. Rrjeti njihet për trafikun e drogës, armëve dhe qenieve njerëzore. Arrestimi i kapos shqiptar Franz Çopja në Belgjik zbuloi aktivitetet e tij që përfshinin transportin e 28 tonëve kokainë drejt Europës, me bazë operative në Paraguaj të drejtuar nga vëllezërit Ervis dhe Ardian Çela. Droga fshihej në kontener, kuti detergjentje, tubeta ndërtimi. Operacioni Ballkani i policisë braziliane shmontoi qelizën kryesore të rrjetit që kontrollonte gjithë ciklin logjistik të drogës nga blerja në Amerikën Latine deri te nisja drejt Europës. Ky rast tregon lidhjet e forta ndërkombëtare dhe rrezikun e mafjes së Ballkanit në Amerikën Latine. Autoritetet e Vienës sekuestruan një plantacion të madh kanabisi në Floridsdorf me 2190 bimë dhe më shumë se 15 kg maja kanabisi,
si edhe 69.4 gram rrëshqir. 3 persona u arrestuan, një shqiptar 64 vjeç, një rumun 34 vjeçar dhe një shtetas shqiptar tjetër i të njëjtës moshë. Kontrolli zbuloi një laborator të ndërtuar profesionalisht me ventilator, llampa e tuba ajrimi si edhe pajisje për kultivim. Të tre të dyshuarit mbanin me vete para të thata në vlera 4 shifrore. Rasti vjen pas hetimeve të prokurorisë së Vjenës, ndërsa autoritetet vijojnë dokumentimin dhe zbardhjen e plotë të rrjetit të trafikut. Rreth 300.000 euro janë sekuestruar në pikalimin kufitar në Han të Elezit nga dogana e Kosovës. Automjeti i ndaluar për kontroll të detajuar në vijën e dytë fshihte 295.270 euro të padeklaruara, të cilat u zbuluan gjatë kontrollit fizik. Shuma u konfiskua menjëherë sipas procedurave ligjore, ndërsa rasti u dorëzua për hetime të mëtejshme nga autoritetet kompetente. Dogana e Kosovës thekson se kontrollet e tilla janë pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për parandalimin e kontrabandës dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme në pikat kufitare, duke garantuar se çdo shkelës i ligjit do të përballet me masa ligjore. Në vitin 2025, operacionet e drejtorisë hetimore antimafia të Barit në Itali rezultuan në sekuestrime mbi 30 milionë euro në të gjithë puljen. Kjo u bë ditur nga kreu i Dias, kolonel Giulio Leo, gjatë prezantimit të kalendarit institucional 2026, kushtuar fytyrave femrore të antimafias. Leo nënvizoi se krimi po bëhet gjithnjë më i fshehur dhe se përballimi i tij kërkon një rrjet bashkëpunues që përqendrohet te qytetarët, gratë dhe ata që duan të ndryshojnë jetën e tyre. Ai theksoi rëndësinë e gazetarëve femra që japin zë të paprekshmëve dhe ndihmojnë në denoncimin e krimit. Kolonel Leo paralajmëroi edhe për rritjen e lidhjeve të krimit organizuar shqiptar me kartelet e Amerikës së Jugut, duke vepruar si furnizues për klanet lokale në Itali, ndërsa shtoi se ekzistojnë shqetësime shtesë në provincën e Foggias, ku krimi është i lidhur ngushtë me ekonominë dhe turizmin. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Marseillën, ku një adoleshent 15 vjeçar u gjeti vrarë dhe i djegur në një plazh të qytetit. Trupi i tij u zbulua nga fëmijë, ndërsa prindërit po shkonin të raportonin zhdukjen. Viktima u qellua në kokë dhe më pas u dogj, një metodë tipike e luftrave të drogës që kanë përfshirë qytetin. Policia franceze dhe autoritetet lokale raportojnë se dhuna e bandave po shfrytëzon adoleshent dhe emigrant pa dokumente, duke krijuar një psikozë kolektive në Marseille. Mafia kontrollon pjesën më të madhe të tregut të drogës, ndërsa rreth 20.000 persona janë të përfshirë në aktivitetet kriminale. Vitin e kaluar autoritetet konfiskuan 42 milionë euro nga bandat, ndërsa qeveria dhe presidenti Emmanuel Macron po shtojnë masat për të rivendosur sigurinë dhe autoritetin në qytet, duke luftuar për shkallëzimin e dhunës dhe përfshirjen e të rinjve në trafikun e drogës. Një nga skandalet më të mëdha të kriptomonedhave ka marrë sot epilog në SBA. Do Kwon, bashkëthemelues si Terraform Labs, u dënua me 15 vite burg nga një gjykatës federal në New York për mashtrim, që shkaktoi kolapsin e monedhave Terra USD dhe Luna, me humbje të vlerësuara rreth $40 miliardë. Gjyqtari Paul Engelmeyer e cilësoi rastin si një mashtrim epik, një mashtrim brezash, ndërsa dokumentet e gjykatës zbuluan se Kwon kishte manipuluar tregun duke urdhëruar blerje të fshehta për të dhënë iluzionin e rikuperimit të monedhave. Rënja e tyre në vitin 2022 shkaktoi humbje masive për investitorët global dhe goditi rënd tregun e kriptove. Kwon pranoi fajsim për mashtrim dhe komplot për mashtrim, ndërsa prokurorët nënvizuan se veprimet e tij kanë dëmtuar miliona njerëz që humbën kursimet e jetës.